فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat të risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë të sinqertë dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall kudo që të jemi edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po të silme me njerëz me një edukat edhe moral të lartë. Nuk besoj askush për juve që s'keni dëgjuar për Hazreti Jusufin, pejgamberi Allahut Azza wa Jall, pejgamberi më i bukur, i cili edhe babën e kishte pejgamber Jakubin. Mirë po i kishte thënë 11 vëllezër, që gjithsej i bëjnë 12. Mirë po më i dashuri për Jakubin ishte Jusufi. E ka prej dietarëve kur dojnë me tregu se çka dallon Ramazani prej muajve tjerë, thënë vetëm shiko ashtu siç e don Jakubi Jusufin pe këtë vëllezërve të tjerë, ashtu e ka veçuar dhe e don Allahu Azza wa Jalla Ramazanin. Se Ramazani është muaji i xherimit, Ramazani është muaji i Kur'anit, Ramazani është muaji i namazit, sidomos namazit taravive dhe namazit natës. Në Ramazan shumëfishohen veprat e mira, pendohen njerëz dhe falen mëkatet. Ramazani është muaj i duas, nga se agjëruesit nuk i refuzohen duat. Në Ramazani era e gojës të agjëruesit është më e dashur te Allahu Azza wa Jall se misku i kësaj dunjaje. E ja që Allahu Azza wa Jall na nderoj edhe këtë vit të apresim këtë muaj madhështor, këtë muaj të bekuar, për të cilën e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na dha këtë mundësi, nga se njohim dhe dimë njerëz të cilët faktikisht nuk e patën këtë mundësi. Thjesht mes këtyre dy Ramazanave shumë kemi përcjell të dashur të afërm tanë që me neve nuk janë këtë muaj të Ramazanit, e lutim Allahun Azza wa Jall që t'i ketë mëshiruar të gjithë ata. Mirë po, ajo që do të flas sot me juve dhe të ndajmë me juve
është një fjalë e Allahut Azza wa Jall apo ajeti i parë i Kur'anit i cili flet për agjërimin, ku thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjërimi, ashtu si është bërë obligim atyre para jush që të bëheni më të devotshëm. Ky është ajeti i parë në të cilin Allahu Azza wa Jall na drejtohet me thirrjen më të bukur, duke na thënë: o ju të cilët keni besuar, thjesht juve është bërë obligim agjërimi. Edhe pse edhe ata tjerë nuk amnestohen nëse s'agjerojnë. Mirë po, para se me agjeruar, ata e kanë një obligim tjetër për më bëu musliman. Ashtu siç njeriu nuk ka mundësi më u fal pa marrë abdes, nuk i them askujt mos u fal. Mirë po i them fillimisht në abdes, mas andaj falë. Ndërsa ne të cilët kemi marrë abdes, ne të cilët e kemi pranuar Islamin, Allahu Azza wa Jall po na drejtohet me këthire duke na thonë: jo, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjërimi. Pra është bërë farz me agjeru. Agjerimi është kusht prej kushteve të Islamit, që runa Zot dikush me mohu se agjerimi është farz, nuk ka iman dhe del prej feje. Përveç qoftë se është në i ri që e ka pranuar Islamin rishtas dhe nuk ka një uri për fe, ai derisa të mësohet ndoshta arsetohet. Por ndryshe, një njeri i cili ka kohë gjatë që jeton në Islam edhe ka lindur si musliman, nuk guxon me shku mendja runa Zot me kontestu se agjerimi është farz, është shtyllë e Islamit. Pavarësisht mos andaj a agjeron apo nuk agjeron, kjo është mëkat, edhe ka ekspozuar veten ndaj dënimit të Allahut Azza wa Jall. Mirë po mohimi i saj si farz njeriu në nxjerr prej feje. Po është bërë obligim. E se ka përmend Allahu Azza wa Jall nga se dihet kush bën obligimin në fen tonë. Dihet fen tonë kush është ai i cili urdhëron dhe ndalon. Dihet fen tonë kush është ai i cili bën halal dhe haram. Ai është Allahu Azza wa Jall. As pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka këtë drejt, nga se drejta ekskluzive me bë diçka halal apo haram, fen tonë vetëm Allahu Azza wa Jall. Kur fol Allahu për pejgamberin thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol nga hamendja dhe nga epshi, mirë po e fol atë që i ka frymzuar Allahu Azza wa Jall, atë me cilën e ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, atë vetëm e komunikon, atë vetëm e transmeton, nga sa ai i cili bën halal apo haram dikur diçka është Allahu Azza wa Jall. Nuk është njeriu, nuk kanë epshet, teket dhe filozofit dhe ëndrat e tina, mirë po është Allahu Azza wa Jall. Është bërë obligim agjerimi. Ky ibadet madhështor, të cilën dietarët e përkufizojnë se është abstenim prej ushqimit dhe pirjes, marrëdhënie intime prej agimit deri në perëndim diellit. Mirë po me njetë si duke bërë ibadet. Jo se po agjerojnë tjertë, po agjeroj e dhonë, e mos ndana për tyre. Jo se vetëm o shëndet, e po du me humë pesh, mirë po e bënë me njetë me adhuru Allahun Azza wa Jall. Prej personave të caktuar, pra thjesht duhet me qenë musliman, duhet me qenë moshëritur, duhet me qenë i shëndosht edhe fizikisht, mirë po edhe me mendje edhe me intelekt. Duhet me qenë vendin tënë, nga se musafiri lejohet, edhe mos me pas ndonjë pengesë në cilën në gjendje është haram me agjeru si gradë në të përmëshme dhe lehoni. Pra këto kushte, dhe më thonë, kërkohen për me agjeru, e agjerimi është me u largu prej ushqimit dhe pirjes dhe marrëdhënieve intime prej agimit deri në perëndim diellit. Nuk është dhe në gjysmë ditës, as nuk është natën, mirë për ka kohën e caktuar, edhe nuk është vetëm veç kaq, mirë po është edhe për te e saj, se agjerimi kërkon që njeriu përveç këtyre gjërave, dhe më thonë ushqimit, pirës, marrëdhënieve intime,
duhet të largohet edhe veprave e fjalëve të kota. Ju është bërë obligim ashtu si është bërë obligim atyre para jush. Allahu Azza wa Jalla po na informon se nuk e kemi vetëm ne obligim me xherimin, apo se kemi pas vetëm ne obligim me xherimin, mirë po e kanë pas edhe pejgambert, edhe popujt, edhe umetet më përpara. E këtë për disa arsye. Arsyeja e parë që e cekun dietarët se pse Zoti na ka treguar se edhe të tjerët e kanë pas obligim, thënë më na e lehtësu, më na thjesht ngushëllu që mos mendoni se ju kom ngarkuar juve me këtë obligim të rënd, se nuk është lehtë 30 ditë me u larguar prej gjërave esenciale të jetës. Mirë, po këtë e bëjmë për Allahun e Zell, nuk është e lehtë. Ndoshta tash është e lehtë se është verë, është dimër, është dita e shkurt, e nuk është vapë e madhe, mirë, po kur është ditë verës, është ditë e gjatë, e njeriu punon, nuk është lehtë. Mirë, po Allahu Azza wa Jalla po na tregon se nuk ja kom bërë obligim vetëm juve, ja kom bërë obligim me atyre para jush, që më na treguar se kur thjesht një punë e kanë obligim të gjithë, është gjithmonë më e lehtë. Ju e dini vëllezër të nderuar se ka njerëz që agjerojnë tonë dhe tajte, ditë e bardha, mirë po shumë më lehtë vjen me agjeru kur është Ramazani, kur agjerojnë gjithë. Se me agjeru ti vetë, e nështë kërkosh për i shpije tjetër nuk agjeron. Më lehtë është me agjeru në Kosovë, kur po thuaj se shumica e dërmuese agjerojnë, se me kanë dhe me thonë një shoqëri kur realisht në shkollë i vetëmi që agjeron ti, në punë i vetëmi që agjeron ti, në rrugë ndoshta i vetëmi që agjeron ti. Faktikisht gjërat kur bën në mënyrë kolektive është gjithmonë më lehtë me i përjetu dhe me i zbatu. E këtë po dëmë këtë mesazh me në dërguar Allahu Azza wa Jall, nga se realisht nuk e kemë obligim vetëm me agjerimin, gjithë e kanë pas obligim me agjerimin, e pratë duhet me e akseptu si çështje të lehtë edhe thjesht të përballueshme. Kjo është njëra prej arsyeve që e thojnë dietarët. Arsye tjetër se pse ka krahasuar Allahu Azza wa Jalla, ka thonë se është bërë obligim juve si atyre para jush, tregojnë se me tregon një realitet se agjerimi është çaq vepër madhështore. Se Allahu Azza wa Jalla nuk e ka përjashtuar askën për njerëzimet me këtë obligim. Pra thjesht diçka kur është e rëndësishme, është gjithë përfshirëse. Pra në fenë tonë, agjerimi është shtylla e Islamit. E thash runa Zot me e mohu agjerimin, njeriu del prej feje. Kur ka ardhur ai personi e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me informa për një vepër që më afron në xhenet dhe më largon nga xhenami, i ka thonë agjëra, se s'ka si agjerimi. Pra thjesht agjerimi është i veçantë, shtyllë e fesë, vepër shumë e dashur te Allahu Azza wa Jall, edhe për ai u ka bërë obligim të gjithë ummeteve. Arsye tjetër pse na ka treguar se të tjerëve është vëllezër të nderuar se ne jemi ummeti i fundit i njerëzimit. Edhe me periudhë kohore jemi me periudhën më të shkurtë, krahasim me ummetet tjera. Mirë po ata pas kanë agjeruar si ne që agjerojmë. Mirë po ata pas kanë agjeruar më gjatë se ne. Atëherë sikur Allahu Azza wa Jall përmes kësaj po dënë më në nxit shpirtin e konkurencës, se në qofë se ata kanë agjeru, edhe kanë agjeru më gjatë se jo, ndërsa jo ne ummeti më i mirë me kohën më të shkurt, atëherë faktikisht lëviz, puna, agjera, shfrytëzo, nga se shpirti i konkurencës është shumë i kërkuar në fenë islame. A keni dëgjuar atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ardhur disa njerëz të varfër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ata të pasurit po falen qysh po falem na, po agjerojnë qysh po agjerojmë na. Mirë po Zoti ju ka dhënë pasuri e ata po dhojnë sadaka, ne s'po kemi mundësi me dhënë sadaka. Pejgamberi s'u pe pranon këtë shpirtin e konkurrencës, që thjesht po dojnë me konkurrue me ata që kanë pasuri, edhe pse si kanë mundësit. Për thotë thuani mas namazit 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar dhe përmbyllni me la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kur pe dëgjojnë këtë, nuk pe dëgjojnë vetëm të varfërit, po e dëgjojnë edhe të pasurit, edhe po veprojnë njësoj, edhe prap po vinë mua në kute pejgamberi se më po thonë ja Rasulullah, a ata ja kanë nisë me i thonë fjalë që shpithujnë pithojmë na. Thot dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është mirësia e Allahut, zërdë jap në don. Mirë po ajo që po duam me thonë për kësaj vëllezër të nderuar se shpirtin e konkurrencës duhet me marrë gjallë.
E prapë në ka krahasuar agjerimin ton me agjerimin e tyre që me thonë se edhe ata kanë pas obligim, edhe ju keni obligim, mirë po jeni më të mirët, edhe pse keni kohën më të shkurt, atëherë shfrytëzoni edhe garani edhe te javë kalane atyre që ishin para jush. Edhe në fundit se pse ka krahasuar vëllezër të nderuar të dietarët se Allahu Azza po tregon se nuk jem vetëm që kemë agjëruar. Kanë agjëruar edhe pejgamber para neve. Pas kanë agjëruar dhe njerëz të devotshëm para neve. A nuk duhet me i marë në shembull pejgamberët e njerëz të mirë për gjatë historisë që me kanë edhe në njerëz agjërues si kanë qenë ata, apo unë zot me zgjedh alternativë tjetër, e pa dëshim për besimtarën e mençur, nuk ka alternativë tjetër vetëm se ti merr shembull, domethënë pejgamberët dhe pasuesit e pejgamberëve, dhe përfundon Allahu Azza wa Jalla këtë ajet kuranor duke thonë la'allakum tattaqun. Që këtë obligim nuk e kam bërë për t'ju maltretuar, nuk e kam bërë që t'ju vështërsoj jetën, nuk e kam bërë për t'ju lodhur, mirë po e kam bërë që ju të bëheni më të devotshëm. Të bëheni më të devotshëm, më të përulur ndaj Allahut Azza wa Jall. E si ajo? Nga se vëllezër të nderuar, njeriu agjeron e agjerimi farz duhet me u bë me niyet. Edhe njetin duhet me bë para se me hije, domethënë si të Ramazani, edhe para se me ardhim saku. Edhe nuk ka mundësi njeriu me thonë mu qunë gjysë ditës edhe me po a ka buk, s'ka buk, pa agjerej. Ja, kjo nuk është agjerim farz, duhet para se me hiku asabajt, me banjet. Nuk ka me thonë pa agjerej, musha me agjerej, s'musha e prish, nuk është kjo agjerim. Duhet me ban njet edhe me vendos shumë, me një bindje të plot se keme agjeru. Me po vëllezër të nderuar, ka mundësi më tregu për juve, kush ka mundësi me ditë që të njetin që e kin zemër, edhe me çfarë njeti jetu u bati këtë punë. A je me dy mene të e vendos, a thjesht je për një me të agjeru. A po mendon që mu qunë gjysë dite se që atër me agjerua e kënis pej para se me ardhim sako. është çështje që vetë Zoti e din këtë punë. Dhe i vetëm këtë, unë e pe marrë vetëm shembullin jetën, po dhe ushqimin edhe ndarpirjen. Realisht vetëm Zoti mundet më na përcjellë me ditë se faktikisht a jem agjerueshëm a nuk jem agjerueshëm. Vetëm Zoti e din se çka jem duke pa. Vetëm Zoti e din se çka kem zemrat tona, dhe çfarë mendimesh na shkojnë për me bë mëkate, apo çfarë mendime të këqija kem për njerëzit. Vetëm Allahu azza wa jalla din këto gjëra. Atëherë, nëse jem në gjendje për Allahun azza wa jalla me agjeru, edhe thjesht me bën jetë që s'e din askush vetëm se Zoti, edhe mu larguar për ushqimit dhe pirjes që nuk ka mundësi me na rujt kur vetëm se Zoti. Atëherë pse nuk largohem me edhe për vepra të tjera të këqija, duke ditur se jem në mbikëqyrjen e Allahut azza wa jalla vazhdimisht. Qofse vëllezër të nderuar, jem duke heq dorë prej gjërave të cilat janë esenciale për mbijetesë, ushqim dhe pirje. A ka mundësi njeriu me pas arsye me thonë se faktikisht nuk du me heq dorë prej disa mëkateve, prej disa gjërave që shkaktojnë hidhrimin e Allahut azza wa jall? Për këtë zot je në gjendje me lanë bukën edhe ujin. E nuk je në gjendje me lanë disa vepra tjera. Për këtë zot je të bë sabër me 5-16 orë, 17 orë, 30 ditë. E nuk po mundesh me bë sabër me i largu disa vese të këqija që zakonisht ndoshta ato kanë bërë rutinë. Qoftë ajo që thjesht ndoshta ndonjëherë reagon keq edhe me mos edukat ndaj njerëzve, apo je ndaj vrash ndaj njerëzve, apo ke ndaj vesë keqe, as po mundesh domethënë për këtë zot përcen në jetë tu agjeru, edhe je duke bë sabër që faktikisht me ushtru që me bë sabër edhe mu largu edhe për këtyne vese edhe mëkateve të këqija. Vetë agjerimi vëllezër të nderuar është shtyllë e Islamit dhe imanit, edhe është deg e imanit. Vetë realizimi dhe agjerimi është se je duke e plotësuar këtë devotshmëri. Po jo vetëm në kohë të agjerimit, agjerimi nuk është vetëm agjerim. Agjerimi zakonisht shoqërohet edhe me vepra tjera, edhe me namaz, edhe me lexim të Kuranit, edhe me dhikr e dua, edhe me itikaf, edhe me sadaka, që faktikisht gjitha këto janë deg të imanit që e shtojnë, domethënë, devotshmërinë dhe e bojnë njeriu më të devotshëm edhe më të përulur ndaj Allahut azza wa jall. Për atë e ndjejmë vëllezër të nderuar se nuk jem në Ramazan atë se të jem jashtë Ramazanit. Atë vullnetin, atë kurajën,
atë energjinë pozitive që e kem në Ramazan, me bë vepra të mira, nuk e kem, nga se realisht për këtë qëllim është bërë obligim agjerimi që të bëhem më të devotshëm. Elusim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që agjerojmë, edhe agjerimi jon na bën prej atyre që të arrijmë me të devotshmërinë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Është thënë se 11 muaj janë për trupin, e një muaj është për zemrën, një muaj është për shpirtin. Qofse 11 muaj thjesht e ke trajtuar trupin dënë me çdo gjë që ka pas nevojë për ushqimit dhe pirjeve dhe gjërat që thjesht e plotësojnë atë. Ka dhe Ramazani, i cili është një muaj që duhet mjë përkushtu shpirtit dhe pastrimit e tij. Edhe prapë vëllezër të nderuar, agjërimin Allahu e ka bërë obligim që njeriu përmes tij të arrijë devotshmërinë. Mirë po dhe në ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sa më i dopt që është agjërimi, aq më e dopt është devotshmëria. Për atë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se men lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa sharabahu. Ai cili nuk i lën fjalët e këqija edhe veprat e këqija, Allahu azza wa jall nuk ka nevojë për etjen dhe urinë e tij. Pra thjesht sa më i dopt agjërimi, aq më e vogël devotshmëria. Sa më i fortë agjërimi, aq më e fortë devotshmëria. E mos bëm për atyre që thjesht ka në hadith vërtet në ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka shumë prej agjëruesve që nuk kanë hisë asgjë nga agjërimi i tyre, vetëm se etje dhe uri. E ka shumë prej atyre të cilën të falen, e nuk kanë hisë prej namazit e tyre, vetëm se lodhje. Pra thjesht nëse dojmë vëllezër të nderuar të agjerojmë vetëm jo vetëm këto gjëra që thjesht gjithë i dimë, mirë po të agjerojmë edhe me syrin ton, edhe me gjuhën ton, edhe me veshjen ton, edhe me çdo gjymtyr ton, dhe thjesht mos jetë një ditë e Ramazanit si një ditë e zakonshme jashtë Ramazanit. Mirë po të bëhet sebeb Ramazani që thjesht të pastrojmë shpirtin dhe të ngritemi me devotshmëri. Nga se jo rastisht ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo mbrëmje të Ramazanit Allahu azza wa jall amneston njerëz nga zjarri i xhenemit. Edhe a dini pse? Amneston proporcion me çastin e njeriu. Qofse ai një njeri e liron shpirtin e vet prej epsheve dhe tekeve që realisht e rrethojnë për çdo ditë, edhe don më u bë vetëm robi Allahut azza wa jall, që vetëm atë me e adhuru, vetëm ati mi bë sejdë dhe për ullë, vetëm ati mi zbatu udhrat, faktikisht kjo robri ndaj Allahut azza wa jall, dhe kjo pavarësi nga çdo gjë tjetër përveç Allahut azza wa jall, e tërheq amnestinë e Allahut azza wa jall, që Allahu të na amneston kush e ka nasib për çdo natë, domethënë të Ramazanit. E lutim Allahun azza wa jall që të na bën edhe neve prej tyre. Mirë po ajo që duhet vëllezër të nderuar me e pa në këtë Ramazan është se kjo agjerim është duke na shtuar imunin apo jo. Kjo agjerim a duke na bërë më të mirë apo jo. Kjo agjerim a do na bërë më të devotshëm ajo, e përgjigjen secili do t'i jap vetes. E lutim Allahun azza wa jall që thjesht të bën agjerimin sebeb të devotshmërisë, të bën sebeb të largimit të mëthon nga mëkatet të dukshme dhe të fshehta. Lutim Allahun azza wa jall që të bën agjerimin sebeb që të hyjmë derën e Rayyanit, e cila derë veçantë për agjëruesin. Lutim Allahun azza wa jall që të bën agjerimin ndërmjetësues tonë nesër ditën e gjykimit. Lutim Allahun azza wa jall që të na fal neve, prindërit tanë dhe këtë muslimanët në përgjithësi,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون